Të imagjinojmë sikur zgjohemi nesër në mëngjes dhe çdo rrjet social, çdo certifikat e varur në mur, çdo titull pune dhe çdo opinion që njerëzit e tjerë kanë formuar për ne. Avullon? Fiks, avullon plotësisht. Zhduket brenda natës. E po, pyetja që lind është, çfarë mbetet pas gjithë kësaj? Kush është ai person që shikon nga pasqyra kur hiqen të gjitha këto shtresa? Është një pyetje e frikshme për të qenë sinqert. Është vërtet e frikshme. Mirë se vini në këtë eksplorim të thellë, ku marrim një mal me shënime, kërkime dhe tekste voluminoze mbi një temë të caktuar, dhe mundohemi të nxjerrim thelbin. Sot misioni ynë është pak i veçantë. Kemi marrë përsipër t'ia shpjegojmë një studenti të ri, ose kujdo që po përpiqet të gjejë rrugën në këtë botë kaotike, një nga pyetjet më të vjetra të njerëzimit. Pra, çfarë është saktësisht identiteti dhe nga buron ai? Dhe shiko, kjo është një pyetje që sot shkakton ndoshta më shumë ankth se kurrë më parë. Ne jetojmë në një epokë ku të gjitha gjërat sipërfaqësore janë jashtëzakonisht të dukshme, por thelbi mbetet tërësisht i mjegullt. Sakt. Njerëzit gjejnë veten duke u përpiqur kipusin gjërat në përkuti të thjeshta, por identiteti njerëzor, domethënë natyra e vërtetë e atij që ne jemi, refuzon kategorikisht të thjeshtohet në këtë mënyrë. Ose, për ta thënë troç, të përpiqesh të zbulosh se kush je vetëm duke parë brenda vetes, është shpesh si të ecësh në atë dhomën me pasqyra deformuese në një park lojrash. Po, ajo analogjia është perfekte. Domethënë një ditë pasqyra të tregon të gjatë dhe të pathyeshëm sepse more një lajm të mirë, dhe ditën tjetër ndihesh i shtypur sepse diçka shkoi keq. Është një imazh që ndryshon vazhdimisht. Kështu që ky nuk do të jetë një leksion historie, por një bisedë për të kuptuar se si teologjia protestante dhe filozofia përplasen rreth kësaj krize. Dhe për të filluar këtë zbërthim, na duhet të shkojmë te piknisja, te themeli që ofrojnë tekstet e lashta biblike. Sepse përpara se të kuptojmë krizën moderne, duhet patjetër të kuptojmë idenë origjinale. E drejtë. Nga t'ja nisim. E po, në Zanafillën kapitulli i parë, prezantohet një koncept që përmbyset çdo lloj mendimi tjetër të asaj kohe. Aty thuhet se njeriu u krijua në shëmbëltyrën e Perëndis. Kjo shpesh njihet me termin latin imago Dei. Imago Dei. Fiks. Dhe për dikë që e dëgjon këtë për herë të parë, jam e bindur që duhet ta theksojmë fort. Nuk ka të bëjë fare me një ngjashmëri fizike me një qenie hyjnore. Okej, prit pak ta zbërthem këtë, sepse fraza shëmbëltyrë e Zotit mund t'i ngllojë shumë e largët, shumë mistike. Cili është mekanizmi praktik i kësaj ideje për një student sot? Mekanizmi praktik qëndron tërësisht te burimi i vlerës. Të jesh imago Dei do të thotë që ti nuk je një aksident biologjik, nuk je as thjesht produkt i rrethanave dhe mbi të gjitha nuk përkufizohesh vetëm nga ndjenjat e tua momentale. Wow, pra ndjenjat nuk janë busulla e vetme. Te John Calvin e shtjellon këtë duke thënë se njohja e vetes dhe njohja e Zotit janë të lidhura bashk. Ai thotë se nuk mund të kuptosh plotësisht njërin pa kuptuar tjetrën. Do me thënë, të kërkosh identitetin duke izoluar njeriu nga krijuesi i tij, është njësoj si të përpiqesh të kuptosh qëllimin e një makinerie pa lexuar manualin. Një sekondë se më duhet ndërhyj pa këtu. Jam shumë kurreshtar të di se çfarë do të thoshte një skeptik. Ai mund të pyes, pse na duhet patjetër një manual i jashtëm? Pse nuk mundem unë të shoh thellë brenda vetes dhe të them, po ky jam unë, këto janë ndjenjat e mia, pse ky introspeksion nuk mjafton? Është një pyetje shumë e drejtë. Problemi thelbësor me ngritjen e identitetit mbi ndjenjat është lohatshmëria e tyre ekstreme. Do me thënë që ndryshojnë shpesh. Rrezik kolapsi të mërkurën. Tamam, është si të ndërtosh shtëpinë mbi rër. Sakt. Ndërsa imago Dei ofron një themel ontologjik, një themel ekzistence që nuk ndryshon. Vlera e njeriut nuk luhatet me gjendjen shpirtërore ose suksesi në karrierë, sepse ajo i është dhënë nga një burim i jashtëm. Pra kalojmë nga një identitet i brisht, i varur nga moti emocional, të një identitet i ankoruar. Por kjo më ngre një pyetje akoma më të madhe. Nëse ky themel ekzistonte që në kryet herës, si dreqin përfunduam në këtë epokë moderne të konfuzionit? Këtu gjërat bëhen vërtet interesante dhe duhet kalojmë pak te filozofia. Kjo krizë nuk ndodhi brenda natës, ishte një ndryshim gradual. Ura e parë drejt këtij konfuzioni fillon me filozofin francez René Descartes. Këtë kam dëgjuar, mendoj, pra jam, apo jo?
Fiks, Descartes hodhi një hap që do të ndryshonte gjithçka. Cogito ergo sum. Të gjithë e kemi dëgjuar, shumica e përdori nëpër kafene për t'u dukur interesant. Por cila ishte përmbysja e vërtet mekanike këtu? Çfarë prishi ai te themeli biblik? Shiko, ajo që pësoi qarje ishte vetë spiranca. Para Descartes, pika e referimit ishte jashtme, pra ishte krijuesi. Por kur ai tha, mendoj, pra jam, ai e mori këtë spirancë dhe e futi brenda mendjes së njeriut. E zhvendosi totalisht qendrën e gravitetit. Plotësisht, ndërgjegja e njeriut dhe aftësia për të menduar logjikisht u bën vetë prova ekzistencës. Njeriu filloi të besojë se thelbi buron vetëm nga arsyeja e tij. E kuptoj, është si ta heqësh të gjithë sistemin operativ nga një hard disk i jashtëm që shumë i sigurt dhe ta kalosh ekskluzivisht në RAM-in e një kompjuteri. Dhe problemi me RAM-in është se sa po shkëputet energjia, çdo gjë fshihet. Do më thënë kur dikush kalon një depresion të thellë apo një tronditje mendore, i gjitha i identitet shembet. Sepse u komprometua platforma mbajtëse. Një analogji teknologjike perfekte. Dhe kjo dobësi natyrale nuk e ndali evolucionin filozofik, përkundrazi, e çoi në një ekstrem më të rrezikshëm. Dhe këtu futet në skenën Friedrich Nietzsche. Nietzsche, këtu fillon drama, besoj. Pra. Duke parë se shoqëria ishte shkëputur tashmë nga themeli hyjnor, ai thjesht tha me zë të lartë pasojën logjike. Zoti ka vdekur, por ajo që ka rëndësi nuk është vetëm ana teologjike, por çfarë i ndodh praktikisht identitetit ton. Dhe këtu ai propozon atë lirinë supreme, do me thonë ideja që nuk ka më një manual rregullash apo një imago Dei, ne duhet të jemi vetë krijues. Po ideja e mbinjeriut, nëse Zoti nuk ekziston për të dhënë vlerë, atëherë ti krejtësisht i vetëm në thellësinë e universit dhe ke vetë përgjegjësinë të krijosh veten nga hiqi. Por të jemi të sinqert për një moment. Si përkthehet ky vetë krijim në jetën tonë sot? Ai ndoshta mendoj se bona çlironte, por ajo çfarë shohim është një gjenerat thellësisht e dërmuar. Kur e gjithë barra e vlerës sate bien 100% mbi ty, kjo kthehet në mallkim. Është një barë psikologjike marramendse. Është e tmerrshme. E shohim me ankthin për të mirëmbajtur një brand personal në rrjetet sociale. Nëse shoqëria nuk të duart roket më, ti mendon se nuk vlen asgjë. Detyra e vetë krijimit është një punë me kohë plot që të lë të djegur, të lë me burnout. Dhe ky burnout i identitetit është saktësisht ajo që parashikoi një tjetër figurë thelbësore, filozofi danez Søren Kierkegaard. Ai shërben si një urë e jashtëzakonshme për këtë diskutim. Vetja është një marrëdhënie, është një ndërveprim me vetveten, por kjo marrëdhënie nuk gjen dot kurrë paqe nëse nuk lidhet me krijuesin që e themeloi. Por prit pak, a nuk mund të thot dikush se varësia të një krijuesi padupshëm thjesht krijon një tjetër lloj ankthi? Pse Kierkegaard është kaq i bindur që kjo është zgjidhja? Por një arsye shumë të thjeshtë. Ka një dallim thelbësor mes respektimit të rregullave për të pëlqyer nga turma dhe të qenit i pranuar a priori nga dizajnuesi yt. Kierkegaard e quajti dështimin e kësaj lidhje dëshpërim ekzistencial. Dëshpërim ekzistencial. Tingëllon e rëndë. Është vërtet. Ai dëshpërim lind pikërisht nga ajo barra që the pak më parë, përpjekja për të qenë krijuesi vetvetes kur ne nuk jemi të pajisur për një peshë të tillë. Është si një anije në oqean që hedh vazhdimisht spirancën, por ajo nuk arrin kurrë shtratin e detit. Wow, ky është një imazh vizual që nuk e harron lehtë. Pra, nëse ne e pranojmë këtë dëshpërim, si e zgjidh këtë teologjia protestante? Burimet tona flasin për 3 dimensione thelbësore të identitetit. Le të ndalemi pak aty. Po, patjetër. Këto e bëjnë këtë rrëmuj filozofike shumë herë më të qartë. Dimensioni i parë është krijimi, fakti që njeriu është i krijuar. Që lidhet me atë imago Dei që tham në fillim. Fiks. Ky është rikthimi të vlera e brendshme dhe prania e qëllimshme në këtë botë. Ti nuk ke nevojë për miratimin e botës për të pasur vlerë. E qartë. Dhe dimensioni i dytë besoj se lidhet me faktin që të gjithë e shohim se diçka ka shkuar shumë keq në këtë botë. E shohim për ditë, luftra, konfuzion, thyerje emocionale. Teologjia e quan këtë rënja. Saktësisht. Njeriu nuk është një kanavace pastër, ai është i rënë. Identiteti i tij origjinal është deformuar nga mëkati. E kjo krijon nevojën absolute për dimensionin e tretë, sepse ndryshe do të ishim në një pesimizëm total. Dhe dimensioni i tretë është shpengimi. Do me thënë që ne mund të riparohemi.
Po, por thelbi këtu është që ky shpengim nuk mund të arrihet duke përdorur teknika vetëpërmirësimi apo manifestime, siç shohim random sot. Shiko, kur lezoja për këtë marrëdhënie mes krijimit dhe rënjes, mu krijua një imazh që ndoshta ndihmon. Të imagjinojmë një pasqyrë antike, një kryevepër e shekullit të 18. Ky është krijimi. Ka vlerë të pallogaritshme vetëm prej faktit se kush e ka ndërtuar. Po, një vepër arti. Tani, të imagjinojmë sikur kjo pasqyrë e rrallë bie në tokë dhe merr një krisje shumë të madhe mu në mes. Kjo krisje është rënja. Është e thyer dhe çdo gjë që reflekton tani është deformuar dhe kaotike. Është e paplot. Dhe çfarë ndodh kësaj pasqyre në një shoqëri si e jona që bazohet vetëm te dobia? Do të hidhej në plera apo jo? Po, hidhe dhe bli një të re. Por vlera e saj thelbësore si një kryevepër nuk ka avulluar nga krisja. Dhe këtu hyn shpengimi. Kjo pasqyrë nuk ka asnjë mekanizëm të brendshëm për të bashkuar sërish vet. Ajo ka nevojë urgjente për duart e një mjeshtri nga jashtë për t'i rikthyer lavdin. E vërtet. Dhe nuk mjafton ta duash veten fort që ajo krisje të ngjitet. Kjo thekson domosdoshmërinë e atij riparimit nga jashtë. Por si funksionon teknikisht sipas teksteve? Çfarë është ky hapi logjik nga e thyera te e restauruara? Këtu tekstet flasin për hirin, specifikisht e letrat e Korintasve, thuhet se nëse dikush është në Krishtin, ai është krijesë e re, dhe rregullat e lojës ndryshojnë. Nga kush je ti në bazë të meritave, në kush je ti në Krishtin. Por si ndodh kjo kur njeriu e di shumë mirë që ende i ka ato krisjet e veta? Për të shpjeguar këtë duhet të sjellim Martin Lutherin. Ai ka këtë konceptin e famshëm simul justus et peccator. Njeriu është njëkohësisht mëkatar dhe i drejtë. Priti sekond se kjo tingëllon matematikisht e pamundur. Si mund të jesh 100% i dështuar moralisht dhe njëkohësisht 100% i rregulluar? Nuk ka asnjë kuptim. E po ky është paradoksi dhe sekreti i hirit. Lutheri shpjegon se kjo drejtësi ose ky status i rregulluar nuk është diçka që ti e fiton duke mos bërë asnjë gabim, është një drejtësi e imputuar. Do me thënë e falur nga dikush tjetër. Feks, të është llogaritur nga jashtë. Njeriu vazhdon të ketë tometa në këtë jetë, bën gabime të mëdha për ditë, por gjendja e tij ligjore përpara krijuesit është plotësisht e pastër. Ai justifikohet nga ajo që krijuesi ka deklaruar për të, jo nga performanca e vet. Wow! Ky është një mekanizëm absolutisht radikal. Të kuptosh që identiteti nuk është një provim që ti po e kalon ose po e ngel çdo ditë. Ashtu është. Është një dhuratë tashmë e vulosur. Ky duhet jetë një moment aha për shumë njerëz, sidomos kur bota të bombardon me duhet të jesh perfekt, apo nëse dështon e ke fajin vet. Dhe pastaj vjen kjo qasje që do thotë, po, ti je thellësisht me tmeta, por je po aq i dashur dhe i pranuar sa ishe në ditën tënde më të mirë. Kjo e shkatron të gjitha të barrën e Nietzsches që tha më parë, dhe këtë vizion e mbështesin edhe teolog më të vonë si Karl Barth apo Dietrich Bonhoeffer. Çfarë thanë ata konkretisht për këtë? Ata punuan në kontekste moderne, mes luftrave, por kthehen te e njëjta pikë. Egoja jon është si një dhomë me zbrazët ku nëse thret dëgjon vetëm një honën tënde derisa të shurdohesh. Vetja e vërtet gjendet vetëm duke dalë nga ky vakum dhe duke u ankoruar jashtë, aty ku vlera është e sigurt. Pra, çfarë do të thotë gjithë kjo për atë studentin e ri që folëm në fillim? Nga njëra anë, kemi një shoqëri me industri marketingu që të bërtet përdit. Krijoje vetveten, sikur të jesh një markë e re pijesh freskuese. E drejtë, dhe është raskapitse. Shumë madje. E ndjem thellë sa fallse është. Nga ana tjetër, ky eksplorim tregon se vlera thelbësore e një qenie vjen thjesht nga fakti i të qenit i krijuar dhe i dashur nga Zoti. Domethënë, identiteti i vërtet nuk duhet krijuar me sforcim të dëshpëruar. Përkundrazi ai thjesht pret të zbulohet. Është një zhvendosje totale nga diçka që fitohet me merit në diçka që pranohet si trashëgimi. Dhe ndërsa e mbyllim këtë, unë jam me mendimit që ta lëm dëgjuesin me një refleksion. Patjetër, cila është pyetja? Le të meditojmë për një çast mbi sasinë e jashtëzakonshme të energjisë që shpenzojmë për ditë për të mirëmbajtur një imazh. Nëse është e vërtet që uni i vërtet tashmë është siguruar nga krijuesi, pyetja që lind është sa shumë energji mendore dhe sa dëshpërim emocional do të kursenim nga heqja dorë nga ajo detyrë sklavëruese për ta rishpikur vazhdimisht veten për çdo audiencë të re sociale. Wow, është një paradoks shumë i bukur.
Momenti i dorëzimit nga përpjekja për të qenë krijuesi i jetës sate, Bëhet liria jote e vërtet. fiks, bëhet momenti i parë i lirisë, sepse herën tjetër që përballemi me pasqyrën deformuese të opinioneve, ne e dimë që ajo nuk tregon thelbin. Identiteti i sakt, imago Dei, ishte aty që